pyesin ty o Muhammed për fundin e kësaj bote. Dhe ti përgjigju dhe thuaj se dija e saj është vetëm tek Allahu xhelleshanu. Wa ma yudrike la'alla as-sa'ata takunu qariba. E ku e din ti o i dërguar i Allahut, mbase kiameti është afër. Pra besimtari duhet jetoj me idenë që jo është larg apo është afër kiameti, por duhet jetoj me idenë që në çdo moment të mundohet të reflektoj mirësi dhe të jetë i mirë, të bëj detyrat dhe obligimet e tij, karshi Zotit, karshi të gjithë krijesave dhe njerëzve, karshi mjedisit ku jeton. E pastaj le të ndodhi kiameti kur të ndodhi. Se në fundit, përderisa neve nuk e dim se sa do të jetojmë këtë jetë dhe askush prej nesh nuk është i sigurt, ajo është më se e qartë dhe më se e ditur, askush nuk është i garantuar se sa do të jetojnë këtë jetë. Është çështje që e din vetëm Allahu xhaleshanu. Atëherë mund të jetë shumë pranë kiametit se ai që vdes dhe ai që ndahet nga kjo jetë është bërë kiameti për të. Është mbyll libri i tij dhe vetëm kur të ndodhi pastaj dita që do dalim para Allahut xhaleshanu.